e bëri dot shtetin me këta plera dhe me këta krimbat që ka birë në Shqipëri tani. Fatos Nanua rrjet në një familje mirë, intelektuale, dhe ka qenë ndër intelektualët më të mirë në Shqipëri. 3 apo 4 herë kryeministër, ka punuar me ndershmëri, me profesionalizëm dhe çfarë të them tjetër. Është që njeriu mirë që e tregon dhe fakti sot në varrim që vjen dhe kundërshtarët se kështu janë bërë këta. Vëllezër vrasin njëri tjetrin, privojnë njëri tjetrin. Prandaj Fatos Nanua do ngelet figurë pavarësisht se ai është i majt me bindjet e tij, unë jam i djathtë me bindjet e mia, po e kam respektuar se ka dash të bëj shtet dhe nuk e bëri dot shtetin me këta plera dhe me këta krimbat që ka birë në Shqipëri tani dhe po e gryen këtë Shqipëri.